Zoti Lorik Cana, kalorës në urdhrin e Skënderbeut. Në vlerësim të trashëgimisë së dalluar në sportin e futbollit, në arenat kombëtare e ndërkombëtare, ku ka spikatur për nga talenti i rrallë, aftësitë hudhëese në skuadër dhe cilësitë më të shkëlqyera profesionale prej kapiteni, si edhe për kontributin e veçantë të çmuar që e prej vitesh përmes angazhimit të tij në të mirë të shoqërisë dhe vlerave shqiptare. Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zoti Presidenti i Republikës, i nderuar zoti Kryeministër i Shqipërisë, bashkombas, miq të botës tonë shqiptare, zonja dhe zotëri. Gjithmonë kur jemi këtu pranë një paneli ku kemi njerëz tonë të mbledhur, njerëz të cilët kanë spikatur, kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për neve, pavarësisht që kemi luajtur edhe me stadiume plota, me qindra, mija, miliona njerëz duke na parë, mbetet gjithmonë diçka e veçantë. Më e veçantë akoma mbetet kur ka të bëjë për një urdhër dhe mirënjohje, dhe sigurisht kur kemi pas një rrugtim duke pasur një mirënjohje dhe një, le të themi, një vlerësim, ajo mbetet një krenari e jashtëzakonshme. Unë sot nuk po e pranoj vetëm në emrin tim, po e pranoj në emrin e familjes time, babit, Agimit, gjyshëve të mi, Ganiut, ish delegat i Shpallës Republikës në Kosovë, xhaxhait tim Zekeria Canës, duke shkuar e më tutje deri tek gjithë ky brum i cili na ka frymëzuar, edhe vërtet rrugtimi im në ato kohë të ne shqiptarët e Kosovës na ka quar në kohët e Jugosllavisë, në kohët e vështira, kemi emigruar, dhe duke u rikthyer në këtë samitin e diasporës si një djalë shqiptar i Kosovës i emigruar dhe me pasionin e tij dhe me artin e tij, me dashurinë e tij, jo vetëm jemi munduar të bëjmë mirë për familjarët tonë, po jemi munduar pastaj të ngritim sa më shumë nderin dhe emrin e shqiptarëve anëmbajnë, dhe kjo ka qenë, besoj, krenaria më e madhe që unë kam përjetuar dhe familjarët e mi. Dhe duke pasur një mjet si që është sporti dhe futbolli, pastaj aty e kupton që ke një përgjegjësi më të madhe. Karriera jonë është shumë e shkurtë, unë kam 10 vjet që jam në pension, dhe kur i them njerëzve që jam në pension që 10 vjet shumë njerëz qeshin. Pastaj është një jetë e tërë në cila na pret, dhe një jetë e tërë ku kjo dashuria dhe kontriburi për avdhejot nuk mungon asnjëherë, dhe jemi munduar që gjithmonë nëpërmjet këtij mjeti, nëpërmjet këtij emri, nëpërmjet këtij respekti që e gëzojmë tek komuniteti jonë dhe tek komuniteti ndërkombëtar, ta ngritim komunitetin tonë, ta konsolidojmë si shqiptarët në diasporë, dhe gjithashtu të japim një shembull se si mund të kooperojmë për vendin tonë, dhe rrugtimi këto 10 vjet të fundit nëpërmjet fondacionit ka qenë shumë i jashtëzakonshëm për mua, duke japur një kontribut për qindra fëmija që të rritën me vlerat e sportit, edhe të japim dhe të konsolidojmë komunitetet tona shqiptare, në qoftë në Zvicër, në Itali dhe në Amerikë, dhe me mbyll, Presidente, di që keni shumë për nder, një nga projektet e fundit që po e ndjekim së fundmi te Radio Televizioni Shqiptar për historinë e arbreshve, është vërtet që nuk është vetëm një mrekulli antropologjike diçka të kaluarës, por unë jam munduar që nëpërmjet këtij projekti të fundmit që kemi me kulturën, që të japim 2 mesazhe. Mesazhi i parë është që ne kemi akoma arbresh, unë jam një arbresh i ri, nuk janë vetëm ata që janë larguar para 600 vite, janë edhe unë që jam larguar në viteve 80-a, 90-a, dhe akoma jemi arbresh, dhe njerëzit tonë besoj që akoma do vazhdojnë të largohen, dhe besoj që është bërë një gjë shumë e madhe në politikën tonë që mos të largohen më njerëz, që të jenë këtu, të shohim të ardhmen këtu, të rrijmë, kurse ne që jemi të diasporës e kemi një detyrë që të vazhdojmë të japim kontributin. Samiti është diçka, por edhe misioni juaj, misioni i të gjithë njerëzve që na udhëheqin, është që t'i mbajmë sa më shumë këto lidhje
jo sepse nuk takojmë më këtij vendi, po sepse sa më shumë rrim lidhur njëri me tjetrin, aq më shumë do i përfshojmë përfitimin. Faleminderit edhe një herë dhe qofshit mirë.